Urdhëra? Sot, rrogën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, kush e merr? Praktikisht askush. Dhe nën-kryetari ka bërë rolin e kryetarit të bashkisë deri në këto momente që flasim, se si do të vazhdoj procedura dhe si do të vijoj procedura, do ta shikojmë në vijim, po që ka një ngërç konstitucional, në gjithë institucional, politik, quaj si duash, në gjithë të historik ka një edhe mbi vendosje, po dhe një lloj paqartësie në vendimarrjen që gjykata kushtetuese ka dhënë vendim shumë të drejtë, s'ka fare ngërç. Mbas të asaj shkarkimi që i ka bërë Këshilli i Ministrave me ne në 6-2, kushtetuta ka marrë vendim drejt për mua. Siguria juridike... Po Këshilli Bashkiak mund të ngrihet prap tani dhe të kërkojë shkarkimin? Kjo është ideja. Se Këshilli Bashkiak ka të drejtën të rishkarkojë, zotë Veliaj. Jo, propozoj, nuk rishkarkon. Jo, ideja, po pra, propozon për rishkarkim. Për mendimin tim gjëja më kryesore tek rasti i Veliajt është që gjykata kushtetuese u shpreh edhe për procedurën e Këshillit Bashkiak. Siç kemi diskutuar, Veliaj nuk u dëgjoi fare. Bëri 2 kërkesa. Dhe kjo është shembull i mirë dhe për administratën shtetërore. Sepse po të kalojë ky rast kështu, pra ai bëri kërkesë që të pyete, kryetari i bashkisë, më të rëndësishme në Shqipërisë, bë kërkesë para Këshillit Bashkiak, shkarkohet pyetën. Që të dëgjohet. Që të dëgjohet, pra çdo kush ka drejt të dëgjohet para se të gjykohet.